Falenderojmë Altin Shirën, falenderojmë gjithashtu dhe balerinët për lëvizjet dhe për emocionet që na japin. Unë këtu jam këtu pranë me vajzën e vogël, emri i saj është Siciliana, dhe ajo është nga Shkodra. Në fakt është vajza e presidentit, zotit Arben Mazi, presidentit të Agjensisë së Spektakleve, dhe ajo në fakt ka shumë emocion, po unë i thash nuk e pse të kesh emocione, sepse publiku sot është i vërtet i mrekullueshëm. Një duar trokitje për ju që jeni të mrekullueshëm. Ajo dëshiron të na përshëndesë sonte të gjithëve, sepse ngjitet për herë të parë në këtë skenë të Pallatit të Kongreseve, me këngët e Genta Ismailit, të orkestruara nga Luan Degistani, Dridhe dhe Posesiv. Siciliana, suksese zëmë! Pesh të qoj